një fondi 4.3 milion euro për të mos u turpëruar Shqipëria. E ritheksoj, po nuk ka lidhje me Shqipërinë, se nuk e organizonte Shqipëria, e organizon një subjekt privat, një subjekt tregtar privat i lidhur, po themi, me disa prej atyre kompanive po them që janë të dosje Rombelie, po zgjatën po të hyjnë në atë elementi. Nuk ka lidhje ajo, nuk ishte Shqipëria, se nuk ishte as qeveria shqiptare, as Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, as në institucion tjetër që po organizonte atë event. Ishte kompani private që presin e saj tërësisht privat, me qëllim për të fituar, ishte vendosur të sillte një artist në Shqipëri që s'po hyn tani. Pritshmërit, jo, ndalim te gjykata kushtetuese se duhet ta mbyllim pastaj. Po e them, pra, në vlerësimin tonë pikërisht këto rrethana bëjnë që mos plotësohet komponenti i nevojë për rrjedhoj dhe urgjencës. Pra nuk kishte, këtu po themi, nuk kishte asnjë nevojë të ndërhynte shteti apo qeveria, sepse këtu nuk ishte një organizim as i shtetit dhe as i qeverisë. Aq më tepër që nëse qeveria ndërhyn sa herë që një biznes privat nuk arrin, është i paaftë të kalkuloj të ardhurat dhe shpenzimet, tu i bie që pas qeveria duhet të rritë çdo ditë të nxjerrë para nga i shtetit. Se nesër mund të ngrihet një organizator tjetër festash dhe koncertesh dhe thotë edhe unë do sjell X-in apo Y-in dhe më duhen kaq se nuk kam arritur të kalkuloj sakt, po themi, të ardhurat dhe shpenzimet që do të kisha, se në fund ditës kjo ishte. Pra ishte një paaftësi në kalkulimin e të ardhurat dhe shpenzimet që do të kishte lloj organizimi. Çfarë zgjidh gjykata kushtetuese në një rast si ky? Mos ma shtello më shumë, se besoj që është i qartë mjaftueshëm. Po çfarë zgjidh gjykata kushtetuese në një rast si ky, se dua të bëj edhe një pyetje tjetër pastaj për elementin penal, po. Në eventualitetin që gjykata kushtetuese pranon kërkesën për shfuqizimin e aktit normativ, duhet po themi që palët të kthehen në pozicionin e mëparshëm, pra do duhet që kompania e cila ka marrë këtë shumë të kthej lekët buxhetit të shtetit. Dhe kjo është shumë interesante kjo. Po. Lekët, po ne qëllimi jon Armela nuk është që të marrë një vendim dhe ta marrin mur si gratë. Qëllimi është ato para të cilat në vlerësimin tonë janë keq përdorur, të kthehen buxhetit të shtetit, të kthehen taksatorëve shqiptar dhe të përdoren për një interes publik. A mund të ndodhi, kam parasysh prap një parashtrim që bëri Zef Preçi pak minuta më parë, mund të ndodhi që SPAK për çështjen penale, po flas në këtë rast, për padin që ju keni ngritur, të thotë që kjo nuk është një kompetencë jona, sepse ne jemi një organizëm që jemi krijuar në vetvete, po e them, baza e krijimit të SPAK është për hetimin e korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Mund të ndodhi kjo? Ose qëndron ky si argument? Në fakt ka dy elemente. Çdo akuzë penale që ngrihet ndaj një kryeministri apo ndaj një ministri, pas kemi një kryeministër dhe një ministër, është në fakt pjesë e kompetencë funksionale, pjesë e kompetencës vendore të SPAK-ut për ta hetuar. Kështu që në këtë kuptim SPAK-u ka kompetencën dhe detyrën për të hetuar çdo akuzë penale që ngrihet ndaj një kryeministri, ndaj një ministri. Nga ana tjetër, vepra penale, shkelja së parazisë pjesëmarrësve me tendra, kur është mbi vlerën 8 milion lekë të vjetra ose 800.000 lekë të reja, është sërish në kompetencën e vendore të SPAK-ut. Kështu që në këtë kuptim SPAK-u këtë argument nuk e ka, sepse për shkak të subjekteve të cilat janë kallëzuar dhe veprës penale që është kallëzuar, është në fakt detyrë dhe kompetencë e SPAK-ut për ta hetuar këtë çështje përputhje me kompetencën e saj kushtetuese dhe neni 75 fraksionat kodit procedurës penale. E qartë. Marash, shumë faleminderit, ishte kënaqësi të të kisha në program. Shumë faleminderit juve. Para se dalim në reklama, do doja që ndalesha tek një element që lidhet me konferencën ndërqeveritare. Është nesër në 14 korrik në Bruksel do të bëhet konferenca 9 ndërqeveritare Shqipëri Bashkim Evropian. Do të ketë një delegacion shqiptar të kryesuar nga kryeministri Rama që do të jetë në këtë konferencë. Është folur për